Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavatin mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E më pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi duke u shoqëruar me dispozitat e agjerimit dhe të agjeruesit. Në javën e kaluar kemi folur për dispozitat që kanë të bëjnë me të smuarit, duke qenë se disa kategori nga agjeruesit janë të liruar nga agjerimi dhe kemi folur për ta në pika të shkurta. Sot do të mundohemi të flasim për dispozitat që kanë të bëjnë me udhëtarin. Pra që i bie se në tërësi kemi thënë Allahu xhalla xhelaluhu rrëve të tij ju dëshiron lehtësim në këtë adhurim, po në adhurimin e agjerimit. Prandaj njohja e këtyre dispozitave ka të bëjë edhe gjatë muajit të agjerimit, por njëkohësisht udhëtimi ka të bëjë edhe pas agjerimit, pas muajit të Ramazanit praktikisht, pra gjatë të jetës tonë. Pra i mësojmë edhe dispozitat që kanë të bëjnë edhe me udhëtarin, por sidomos udhëtarin i cili është agjerues. Shpeshta dhe të shumta janë pyetjet dhe dilemat që rrjedhin nga xhamati, nga besimtarët, se a është më mirë të agjerojmë kur jemi në udhëtim apo ta e prishim, cili është sevapi më i madh, cili është problemi më i madh. Kështu me radhë do të mundohemi për pak çaste të definojmë disa çështje të cilat na duhen për edhe në muajin e begat të Ramazanit, po edhe pas muajit të Ramazanit. Në fakt, paraprakisht na duhet të dimë se cili është udhëtari, kur quhemi udhëtar, kur e marrim statusin e udhëtarit. Pra udhëtar quhet ai i cili e lëshon vendbanimin e tij. Që i bie se për banorët e Prishtinës në drejtim, po themi, të Prizrenit ose të Shqipërisë, në momentin që dalim në fushë Kosovë, na veç e kemi marrë statusin e udhëtarit. Aty ku përfundon pra njoftimi i atij vendbanimit që po kryhet, fillon një vendbanim i ri, një fshat apo një qytet tjetër, aty veç e kemi marrë statusin e udhëtarit. Dhe pastaj për synim e kemi një destinacion i cili ka mbi 80 kilometra gjatësi apo udhëtim. Këtu pra kemi marrë statusin e udhëtarit. Kjo vlen edhe për agjeruesin, po edhe jashtë Ramazanit ku nuk jemi agjerues, sepse aty marrëmi dispozitat pastaj të shkurtimit të namazit dhe të lehtësimeve të tjera që kanë bëjnë me namaz, por edhe sa i përket agjerimit. Dhe sa i përket qëndrueshmërisë në vendin ku ne synojmë të udhëtojmë, pra udhëtar quhet ai i cili udhëton pra deri në 15 ditë sipas shkollës hanefite. Ai i cili synon një vend të qëndron, nëse qëndron deri në 15 ditë ose 15 ditë më pak është udhëtar, nëse kalon 15 ditëshin është vendas. Pra edhe sa i përket namazit, edhe dispozitave të tjera. Tani për pak çaste po flas për agjeruesin dhe udhëtimin. Juristët, fukahat, dietarët islam, duke i trajtu, duke i studiu citatet kuranore dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam që kanë bëjnë me udhëtimin dhe agjeruesin, kanë dalë në përfundim se agjeruesi gjatë udhëtimit i ka 5 kategori ose janë 5 kategori agjerues në udhëtim. Prandaj po mundohemi për secilin kategori të flasim, nga pak që ta e kuptojmë se kur është më mirë të agjerohet dhe kur duhet të ndërpritet agjerimi, kur lejohet agjerimi e kështu me radhë. Pra, agjeruesi në udhëtim i ka 5 gjendje ose 5 kategori. Në radhë parë është kategoria ku agjeruesi është duke udhëtuar dhe agjerimi e dëmton udhëtarin. Është duke udhëtuar dikush për një destinacion mbi 80 kilometra gjatësi, dhe ka për të qoftë që qëndron disa ditë, më pak se 15 ditë. Nëse ka me qëndru më pak se 15 ditë, ai në fakt gjatë udhëtimit të tij agjerimi e dëmton skajshëm. Në këtë rast ndalohet agjerimi. Në raste të tilla ndalohet pra agjerimi. Udhëtari i cili është duke agjeruar dhe
udhëtimi e mundon dhe agjerimi e dëmton. Në këtë rast pra nuk lejohet agjerimi. Dhe dietarët islam ose juristët musliman ju kanë referuar një hadithi të njohur që e përcjell Xhabir, Allahu që të kënaqur me te, ku përshkruan udhëtimin për çlirimin e Mekës. Ky udhëtim ka ndodhur në Ramazan pikërisht dhe përshkruhet se pejgamberi alayhis salam dhe pjesa dërmuese pra sahabët kanë qenë agjërueshëm. Gjatë udhëtimit, pra po flasim në temperatura të larta dhe në një udhëtim pra në këmbë dhe vështirësitë dhe mundimet, gjatë udhëtimit sahabët ja kanë paraqit shqetësimin pejgamberit alayhis salam se janë lodh, pra udhëtarët janë lodh dhe pejgamberi alayhis salam pasi që i kanë dëgjuar shqetësimet ka kërkuar një gotë ujë dhe në prezencën e tyre ka pi ujë. Madje flitet që në një pozitë që e kanë pa edhe të tjerët. Dhe e ka prish agjerimin. Thuhet që kjo ka ndodhur pas ikindis. Pas ikindis që i bie se jo dhe shumë gjatë afër iftarit. Mirë, po kur i kanë dëgjuar shqetësimet e atyre që i kanë prezent, e ka prish agjerimin. Pas pak çasteve është njoftuar që disa po vazhdojnë me agjerim o i dërguni Allah, përkundër e vështirësive. E këtu e ka thënë një thënie që neve na duhet pra për justifikim, ka thënë ulaike humul usat, e ka përsërit disa herë këtë. Ata janë mëkatarë, që tani më në këtë gjendje vazhdojnë me agjerim. Dhe këtu ju kanë referu dietarët islam ose juristët që në këtë gjendje pra nuk bën me agjeru. Kjo është një gjendje. Gjendja e dytë, ku agjeruesi në udhëtim gjen vështirësi, mirë po nuk e dëmton agjerimi. Gjen vështirësi, varësisht prej udhëtimit janë të ndryshme, madje udhëtimet nuk janë vetëm kohën tonë kështu moderne, por këto dispozita e nxjerrë, do të thotë që herët edhe në kohërat kur njerëzit kryesisht kanë udhëtuar në kam, po edhe sot në udhëtimet moderne, qoftë me veturë ose me avion, ka vështirësi dhe ka mundime. Në raste të tilla prap preferojnë dietarët islam që të prishet agjerimi. Dhe kjo është mendimi i katër shkollave juridike. Pra i bie që ka vështirësi agjeruesi në udhëtim nëse agjeron edhe pse nuk e dëmton, mirë po ka vështirësi. Shkaku i vështirësisë tonë është më mirë me prish. Pse? Sepse parimisht të ndershëm vëllezër, citatet kanë në suratul Bekare, por çuçi edhe vini citati 184 dhe 185, Allahu xhël xhelali dy herë thekson: "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Nëse dikush për ju është i sëmuar ose në udhëtim, e prish dhe i kompenson atë ditë. Duke u justifikuar me këtë dietarët islam thonë që parimisht i lejohet me prish udhëtarit, aq më tepër nëse pra e mundon, edhe nëse nuk e dëmton. Gjendja e tretë është kur thonë fukahat, thonë juristët musliman, ku agjeruesi nuk ka vështirësi në agjerim, as nuk e mundon, mirë po ka problem me kompensim. Ka problem me kompenzim. Ditët që i prish ka vështirësi me i kompensu. Sepse juristët musliman të ndershëm vëllezër, gjërat i kanë trajtuar përtej imagjinatës së dikujt. Pra e kanë në hatër ose i kanë në hatër grupe që kanë probleme gjatë jetës së tyre, jetojnë në pakica muslimane, sikur që komuniteti jonë ose të tjerë që jetojnë në vende jo islame, ose ku gjatësia e ditës është shumë e madhe ose kanë vështirësi të ndryshme, edhe kanë trajtuar këtë kategori ose këtë gjendje. Në këtë rast, thonë fukahat është më mirë me agjeru për te. Nëse udhëtimi, për gjatë udhëtimit agjerimi nuk e mundon, asesi nuk e dëmton, është më mirë të agjerohet. Me që ky ka problem më pastaj në kompensim. Duke justifikuar me pjesën e fundit citatit 184 ku Allahu xhël xhelalu thotë: "Wa an tasumu khairun lakum." E që të agjeroni është më mirë për juve. Pra, këtu janë justifikuar me këtë pjesë citatit kuranor sepse do thotë për te është më mirë dhe më e lehtë. Kategoria e 4 ose gjendja e 4 është kur të dy gjendjet janë njësoj. Udhëtari duke qenë agjerues, si agjeroj, si nuk agjeroj, për te është e njëjtë. Tani, cilës tipet prioritet? Prap juristët musliman preferojnë që të prishet është më mirë. Për çfarë? Sepse parimisht pra mirët lehtësimi. Parimisht mirët lehtësimi në udhëtim për agjeruesin
Dhe këtu justifikohen me një hadith pejgamberit alayhis salam, ku kemi të bëjmë me lejet dhe lejushmërinë. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu ka qef, Allahu don që robi të shfrytëzoj lejet dhe lejimet ashtu siç urrejnë të preken mëkatet. Allahu ka qef, dëshiron që të shfrytëzohen gjërat që janë të lejuara, lejushmëritë. Ato të cilat shkuan pra lejushmëri gjatë jetës. Allahu i don ato. Ashtu siç urrejnë Allahu të preken pra mëkatet, ose kur personi pra mëkaton. E në këtë rast, me që Allahu xhelle xhelaluhu në dy citate kuranore e ka theksu që i lejohet udhëtarit të prish agjerimin, në këtë rast pra nëse pra 50-50 është, nuk e di, mos po mundon, nuk po njihna mirë, pra anon ka prishje. Dhe gjendja e pestë është e parafort me këtë, kur udhëtari thonë juristët musliman, nuk njihet komod dhe mirë kur është duke agjeru. Nuk njihet mirë. Ka turbulencë, nuk njihet i qetë, nuk njihet mirë, prap prish agjerimit është më me prioritet se agjerimi. Kështu do më thonë juristët musliman, edhe krejt këto gjendje të ndershëm vëllezër determinojnë ose kanë një pikë referente ose e kanë një pikë të përbashkët e cila determinon dhe tregon për mëshirën e fesë. Mëshirën që Allahu xhelle xhelali ka pru citate dhe hadithet, pra zbritjen e Kuranit dhe dërgimin e pejgamberit alayhis salam është lehtësim në praktikë. Prandaj në situata të kundërta, ku personi në çfarëdo situate duke përjashtuar gjendjen e parë. Gjendja e parë thamë është ku e dëmton agjeruesi, thamë është gjuna me agjeru. Po këto 4 gjendje të tjera ku personi nuk njihet i dëmtuar, por agjeron, çfarë do situate? Ai pranohet agjerimi. Shkollat juridike, pra duke fillu prej shkollës hanefite dhe të tjerat, thonë që i pranohet agjerimi. Por me ndëgju udhëzimet hynore, fjalët e Allahut xhelle xhelalu dhe porositë e pejgamberit alayhis salam, dhe si kanë trajtuar dietarët islam është më mirë, sepse kështu prap fitojmë një shpërblimit tek Allahu xhelle xhelalu, duke mos e ndëlidh me egon, pra siç mendon personi që unë pastaj nuk muj me zon këtë ditë ose shpërblimit e kësaj dite kështu me radhë, por është mirë secilin gjendje, secilin formë me kategorizuar bazë të fakteve që kanë ardhur. Pra në tërësi themi të ndershëm vëllezër se me që udhëtimi ka vështirësi, atëherë kanë ndërhyjë shpallja me e lehtësu këtë vështirësi të udhëtimit, pra aq më tepër ku personi është agjerues. Krejt këto fakte të ndershëm vëllezër që kemi thonë javën e kaluar dhe tani që flasin për agjeruesin kur ai ka shqetësime të ndonjë smundje ose është në udhëtim, determinojnë se feja islame është fe e lehtë për të praktikuar. Prandaj edhe pikërisht këtë Allahu xhelle xhelaluhu e definon në citatin 185 ku Allahu xhelle xhelaluhu thotë: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allahu i madhëreshëm me krejt këto dispozita që i ka sjell, juve ju dëshiron lehtësim dhe nuk ju dëshiron vështirësi. Dhe koha nuk më premton sigurisht që të detajohem, por në rrafshin praktik të ndershëm vëllezër, dietarët islam thonë kjo çështje ka të bëjë me personin. Po ti konsultoje vetveten tënde. Kur ti je udhëtar, çysh njihesh më mirë gjatë udhëtimit tënd? Atë me që Allahu xhelle xhelal ka dhënë leje për prishje, pra mos e mundo vetveten, aq më tepër nëse jeni adhantar të familjes, aq më tepër nëse ti dhe je vozetës, ki me vozit në një distancë 2000-3000 kilometra kështu me radhë, pra gjithmonë do të pas parasysh këto lehtësime dhe lejushmëri që kanë ardhur nga ana e Allahut xhelle xhelalu. Me këtë maksim të ndershëm vëllezër, të lehtësimeve të çështjeve ka ardhur e tërë feja. Kanë ardhur të gjitha dispozitat në islam. Allahu xhelle xhelalu në shumë vende kuranore na ka njoftuar se Allahu xhelle xhelalu të gjitha dispozitat dhe rritet fetare, normat që i ka sjell pra lehtësim për robët e tij dhe në asnjë formë pra vështirësi, e këtë ka promovuar edhe vet pejgamberi alayhis salam. Siç thot Allahu xhelle xhelalu, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allahu xhelle xhelalu përmes këtyre dispozitave dhe të ngjashme dëshiron që ju t'ua lehtësoj çështjet. Wa khuliqal insanu ajula.
edhe pse njeriu është i krijuar prej shpejtësisë, e keni vërejt, sidomos për shemb një tri, kur e pyet a e kryen ti këtë, po e kry pa analizuar mirë. E gjatë rrugës kur e gjen vështirësinë, po gabova dhe u nguta. E kështu që mësoa me fillim e pastaj ti e merr atë që është më e mirë dhe më e duhura. E pastaj citatet të ngjashme ku Allahu xhalla xhelaluhu promovon citate të ngjashme të tilla në shumë Kur'an, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e ngarkon njeriu për te kapacitetit dhe mundësisë që ka, mundësisë fizike, shëndetësore, materiale, kështu me radhë, pra këtu hynë të gjitha e hynë edhe agjerimi. Pastaj në suratul Hajj, Allahu xhalla xhelalu thot: "Wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj." Allahu xhalla xhelalu asgjë nuk ju ka bërë të vështirë në fe. Në momentin që vështirësohet një çështje në fe, i bie që personi nuk është duke njoft normat. Në momentin që e pyet një person thirrë, po që është hoxha, atëherë do thotë i lehtësohet ajo çështje, por kjo ka të bëj, citati ka të bëj edhe me norma të tjera. Pastaj kemi edhe thanit shumë të pejgamberit alayhis salam, ku në mes tjerë pejgamberi sa me dini kur i ka dërguar misionarët, pra shokët e tij për ta shpërndar fen, ka promovu këtë vlerë. Lehtësonja njerëzve çështjet, mos ja vështirësoni, pra shpjegoni çështjet të cilat janë për të praktikuar rrafshin praktik, pra shpjegoni, sqaroni çështjet ashtu siç duhet me qëllim që ata mos të largohen nga feja, mos të ndihen indiferent dhe mos kenë vështirësi. Pastaj ka thënë pejgamberi sa innama bu'ithna muyassarin, ne jemi të dërguar lehtësues. I bie pra që t'i shfrytëzojmë normat e lehtësimit aty ku ka lehtësim, sepse në tërësi pra feja ka ardhur e lehtë për të praktikuar. Dhe kemi shumë norma të dietarëve islam ose të juristëve ku nxjerrin se vështirësitë është një prej rregullave juridik që thotë vështirësitë kërkojnë lehtësim. Që i bie se në momentin që personi agjeruesi në këtë rast gjen vështirësinë, shëndetin e tij ose gjatë udhëtimit, duhet ta e konsulton një personel përkatës. Por në këtë rast, në aspektin shëndetësor, ta e konsulton mjekun. Nëse mjeku kemi thënë një herë, pra dritën e gjelbër që ti nuk bën me agjeru, ndërprej në agjerimin. Dhe po ashtu edhe për udhëtim e konsulton një hoxha dhe kështu vije pra që t'jetë një besimtar i djen, praktikues i fjalëve të Allahut dhe porosive të pejgamberit në çfarëdo situate. Allahu na mësoft që këto norma t'i zbatojmë ashtu siç Allah është i kënaqur. Allah i pranoft nga ne dhe ju të gjitha veprat e mira, agjerimin, namazin, lutjet tona. Allahu na ruaj nga mëkatet dhe gjërat që nuk i don Allahu xhelalu. Allahu i shpërblet për vëmendjen. Alhamdulillah.